regjistron një biznes në vendet përkatëse të Bashkimit Evropian, ai duhet nga vendi origjinës dokumentacion për gjendjet e tij penale, raportet me i dënuar apo i pa dënuar, ai duhet dokumentacioni për ta regjistruar atë biznes në vendet e tilla. Besoj se vendet e BE-s kanë një kriter filtrues të kësaj natyre. Po pra tani këta tani ka dhe gjë se ai duke kontrolluar aksin mund të ketë bërë letrat vetë. Ai edhe mund t'i ketë ashtu në sistem ka heqë emrin e ka bërë sigurisht në rregull, Teamsin e kontrollonte, Akshin e kontrollonte. Një dyshim më lindi këtu, nëse ka pasur vërtet Akshin në dorë këtë sistemin Team, sa mund të ketë fshirë ndonjë hyrje dalje se kjo do ishte. Ka bërë vetëm të pakërkuar, ka bërë vetëm të padënuar, të pahetuar. Pra mundësi teknologjike i ka pasur ta bëj. Ai ka pas akses. Sepse kjo është, domethënë për mua është vepra ose vepra penale më e rëndë që po heton spaku sot. Pra, ti lësh një grupi të strukturuar kriminal aksesin e pronave, aksesin e hyrjeve daljeve në kufi e sigurisë kombëtare. Dhe ai mendoj nëpërmjet teknologjisë, ai ka pasur mundësi që kur të klikojnë këta persona që sepse sot bota kështu funksionon, çdo vend edhe në kufi për shembull. Ai shkon në kufi, nuk është person kërkim, viz gjithë Evropën, ndërkohë është. Por janë dhe kanale tjera komunikimi që sepse shkelja që ka bërë zoti Beqira është një shkelje e rëndë. I ofruar një reaktori bërthamor dhe jemi sot Evropa, në Evropë, zemër të Evropës, në Ukrainë është luftë dhe çdo rast verifikohet. A përbën episod hetimor dhe në vendin edhe hetimi i thëhuar ka si këtë. Sepse ai me mjetet që kishte, me hetim të thjeshtë, për shembull, çka ke boj shkelje në rrugë, ke boj një aksident, kalohet për shkak. Kurse këtu ti je afruar te një reaktor që lidhet me sigurinë kombëtare, me sigurinë ushtarake dhe kjo ka bërë një verifikim më të thellë. Për shkak të aksesit që ka se ka pas akses ky. Sot e kësaj dite këta kanë akses prap futen me sekonde i kanë dhënat e shqiptarëve. Pra e klikojnë dhe mund futen nëpërmjet hakerëve ndërhyrjet pa ligjshme dhe ky kur klikojnë autoritetet e huaja ky deli pastër. E qartë. Dhe kurse ky që takuar dhe me Macronin verifikimi i thevuar sepse shërbimet ushtarake janë krejt tjera ata, janë të pavarur nga shërbimet civile. Se ato është siguria kombëtare e Francës dhe çdo rast verifikohet me shumë me profesionalizëm dhe se ata janë tamam që ka shtet se s'është si puna vendit që siguria kombëtare ja lën gryshit të Durrësit që s'kan lidhje as me sigurinë dhe as me burrnin. E qartë, faleminderit edhe Karanxha. Tani çështja e ekstradimit sigurisht merr kohën e saj. Po nëse Ermal Beqiri nuk ekstradohet, çfarë ndodh? Mund të ndodhi ose më saktë, mund të ndodhi që mund të mos ekstradohet. Janë si pista ekzistojnë, gjasat janë, natyrisht, sepse pretendimet e shtyti francez gjithmonë janë referuar të dhënave që dalin nga ekipet hetimore të vendit përkatës, nëse marrin telefoni për shembull të Beqirit dhe i bëjnë një krehje atij telefoni, aty mund të duket që s'ka engrur është shaka përpara telefonit të Beqirit. Se aty do kemi në pretendimin e komunikimeve me shërbime të rangjeve të pretenduese të paktën nga media franceze, jo Mossadi dhe rusët e kuptojnë që jemi në një trekën shërbimesh që aty pastaj edhe lidhjet me kryeministrin e vendit zotin Rama që janë të shpeshta të shumta sepse ai kishte dhënë aksesin, ka një gjë këtu. Te kjo histori biznesi, histori kriminale kësaj dosje, ne kemi paxhanakun e kryeministrit pjesë të hetimit. Atje del edhe bashkëshorta e kryeministrit. Tani, kjo histori, Beqiri ka material të bollshëm për shantazhuar e prorët e djeshëm të tij, të biznesit të paktën. Ndaj këtu vjen që kështu si jo fort i qartë ndërhyrja e strukturës së posaçme me përgjigjen ne dinim. Prandaj paguhesh për të ditur. Por njëkohësisht edhe aty edhe për të arrestuar. Jo për të autorizuar të bëj biznes gjysmën e Evropës dhe pastaj kur pse një aksident ai ndalohet dinim. Po kishim thënë atyre, kishim dërguar letër porosi. Për çfarë? Letër porosi dërguar për presuar hetimet nëse ka episode atje. Por letër porosi nuk di për çfarë arsye ka dërguar prokurori i strukturës së posaçme në Francë autoriteteve përpara ndalimit. Cili është shkaku dhe motivi edhe ligjor, edhe hetimor, të cilin drejtuesi i strukturës nuk e bëri transparent, nuk e tha, përse duke i shtuar pikpyetjet e hetimit. Ardhja e Beqirit sigurisht do zgjeroi pjesën e hetimit. Dhe çfarë i ka munguar prokurorit me mungesën e Beqirit në hetim? Dëshmia e tij, marrën pyetje sepse materialet e tjera me kontroll të shumta që verën që Bospaku dhe më kanë bërë përshtypje sidomos në vendimet e fundit kur pas 2 vjetësh të kontroll banese. Po merrni edhe një ekip bojagjisht i lyni shpinën, se pas 2 vjetësh nuk kanë aty s'ka as komshi rrotull, jo gjën banesë.
Se unë bësh kontroll banesë pas 1 viti, pas 2 vjetësh. E ke prokurorin këtu, kontrolli banesë është emergjenca fillestare me pretendimin të gjesh prova, po një mjet elektronik ku do hulumtosh më vonë. Ti shko mas 1 viti, 2 vjetësh kontroll banesë, kontroll zyrash, ku ka 2 vjet që gumëzhin gjithë Evropa se po jetohet Balluku, Beqiri, Rama, Linda, Qameti i oborrit qeveritar, do bësh kontroll banesë pas 2 vjetësh. Formula e pakëzimit vlen tilla raste. E dim gjithë në 8 nëntor 1460. Vonesa të qëllimshme? Po unë nuk besoj se janë mungesë profesionale. Tani Karanja na ndihmon, besoj me dijenin e një prokurore apo të një studenti se çfarë duhet bësh kur shkon një vend ngjarje, si duhet sillej, do kontrollosh personin fizikisht, makinën, shtëpinë, zyrën. Këta janë adresat fillestare ku edhe një oficer policie pa ja shënuar detyrat prokurorit, që është mbreti i hetimit, i kryen si veprime. Dhe ti tani më vjen para arsye të re, të bëjmë kontroll banesë Belindës në Vlorë. Kur më 6 muesh? E kemi... Po nuk do gjesh as shpinë, jo kontrollin e banesës. Apo zyrën në Kashar, po marrim X al kontroll. Apo do kontrollojmë a shtatzan apo jo. E kemi çështje... Se kjo ka mbetur. Pa e kontrolluar struktura e posaçme. Pra shoh veprime si thosh të ngatha, njëkohësisht edhe në përgjigjen e pyetjes së zotit pra kur e pyetën, "Ore, do bësh një kërkesë të re për ta çuar kuvendit ti për imunitetin e zotit Balluku?" Kjo asë mish as pes as posjo. Kur kishe më pak prova, më pak dëshmi, më pak kanose të cilët janë shtuar në periudhën e mëvonshme, ti bëre një kërkesë. Tashmë me zgjerimin e hetimit, me shtimin e akuzave, me shtimin e miliardave të pretenduar se të abuzuara, të mungojnë provat për të shkuar aty. Pak rëndësi ka se cila është sjellja e kuvendit me rrëzim apo pranim të kërkesës. Prokuroria ka detyrën e vet, e depoziton kërkesën. Pastaj se si sillet kuvendi, se si votojnë ata, është një çështje që nuk i përket prokurorisë. Ti kryen detyrën tënde. Sigurisht. Ne si gazetar na lejohet të ngrenim dyshime, sepse sigurisht dyshuam në bazën e dyshimeve ne ndërtojmë edhe një histori dhe ndërtohet edhe thellimi i hetimit të gjitha me radhë investigimit. Ermal Beqiri, një biznesmen i cili merr tendra në Aksh. Ka marrë persona peng, andi dim gjithë. Është e ka thënë vetë prokurori. Gerald Meçan. Kanë marrë, nuk është vetëm një rast, ka dhe raste, kanë marrë biznesmen peng. Ka dhe të tjerë? Po, kështu thonë ata, burrat që kanë hetu atje. Tani ky merr persona peng. Kërcet Dajagu e 2 fegu aty. Po kjo prandaj kanë thënë organizat kriminale. Buxhetin e kanë kërdis Akshin e qeverisin ata. Ajo Sojnika që shkon e vjen atje drejtoresha. Se këtu kemi Beqirin, kemi Karçanën, kemi të Barzanakun, kemi Gysin, kontrollorin e sistemit. Kush është aty te vitet e Gysit? Kush bën shantazh dhe kush tremb? I di Ermali këtë? Jam i bindur që i di. I di Beqiri, i di Agasi. Tani, para jave kishim në lajm, Gumzhin, kolegët tanë duke thonë që është pezulluar gjysma e Durrësit se ka shkuar kryeministri i Thaj drejt me Gjys Agasi. Lajm mediatik i shfrenuar. Përse arreston Beqiri më sigurt do ishte në Shqipëri, s'do arreston askush. Aty ishte aksident ndalimit i tij. Në Tiranë, në Durrës e në Shqipëri s'kishte kokër polici që i shkonte te dera. Siç ndodh me të tjerët, me Agasin dhe shoqërinë e tij. Dhe qartë, ndoshta shkon edhe PKH-ja për të bërë investime. Për rrugë. Po, për rrugë edhe kjo që thoni ju. Ekstradimi Karanja nga pikpamje procedurale sa mund zgjasi? Ekstradimi është një çështje, do nuk është se çështja zgjidhet në themel, plotësohen kushtet formale, niset kërkesa nga Shqipëria me masën e sigurimit, që është zbatuar atje dhe kanë afate, do kaloj procedura gjyqësore. Do verifikohet nëse plotësohen kriteret ligjore sipas ligjit francez që ky person të vijë në Shqipëri. Mund të jetë procesi përndjekjes politike e tjerë, të do ngrihen pretendimet nga ana e mbrojtjes. Do të persekutohem nga Rama, më ka dhënë shumë tendra. Tash ai ka drejt ngrej pretendimet. Si rasti i Shtufit që thamë persekutuar nga Rama, më mbyti me punë, nuk vi dot. Do të shikohet rast pas rasti sepse nuk i dihet, domethënë se çfarë pretendimesh personi mund të ketë. Kanja, ju dini më mirë se në cilë mund të jenë kushtet ndaluese për ta sjellë. Ndaluese kur gjyqtarit francez i bushet mendje që ky nuk do ketë proces drejt në Shqipëri. Pra do ketë një proces të paragjykuar politik. Dhe proceset politike me thon drejtën këtu Kam qenë drejtësia e re, ata e kanë mburur, kanë mbështetur. Tani drejtësia e re me raportin e fundit të Departamentit Amerikan të Shtetit na vjen keq me raportin me një strukturë. Raporti ishte zi. Ke parasysh Osago një strukturë pranë Departamentit të Shtetit kishte vënë drejtësinë të parën për korrupsion. Pra ishte shuplakën e parë. Prokuror me gjyqtar, po. Drejtësinë e re në Shqipëri tha korrupsionin drejtësi, tha i sugjerojmë
biznesmenët amerikanë, sepse kjo është një strukturë këshillimore pranë Departamentit Shtetit dhe I pajis me informacion. pajis me informacion shtetësit amerikanë që vinë për biznes Shqipëri. E para keni një sistem gjyqësor të korruptuar, thot. Keni një administratë të korruptuar, thot. Keni mungesën të transparencës, mos reagimit të policisë. kemi mos reagimit të policisë në kohë. Pra mos piun qezme, mos dil natën. Mos funksionimit të shëndetësisë. Pra, domethënë ai një raporti i OSAK-ut e ka bërë, domethënë i ka dhënë një shuplag propagandës 10 vjeçare të drejtësisë. Pra një që tha, kemi luftu korrupsionin, kemi luftu se ne kishim prokurorinë e krimeve të rënda, ne kishim modifikuar dhe e luftonin. Unë kam përmendur rezultati i krimeve të rënda është më i mirë se sa jemi aktuali. 10 vjet mbrapa, kemi harxuar 400 milionë euro dhe ne kemi dhënë lekë me shkatru sistemin e drejtësisë. Dhe me drejt duhet pa gjyqtari francez do ta shohë. Gjyqje politike ka pasur, por nuk po i përmenim. Domethënë ka pas gjyqje thjesht do politika robi është në burg. Pra nuk lidhet prova ose sepse nga duken këto, nga standarde dyfishe. Për të njëjtin, tamam ai filmi, ligji, në dorën e Malikit, njërit leçëm, tjetrit shkop kokës. Pra për shkaqe të njëjta, njërit është gjithë shkop kokës është fundos, tjetrit ti vazhdo. Dhe gjykata franceze, që t'i kthehemi themi, do ta shohë, jemi para një pa e paragjykuar, do jetë gjykata që do vendos, por realisht në Shqipëri ka ndodhur, po është shkatruar sistemi, po. Kështu që do ta shohë rast masasi, pse jo mund t'i ndodhi si Ben Ameta. Fati që Ben Ameta mori azil politik, atje tregon që këtu nuk është mirë. Pra janë fakte këto. Domethënë avokatët e Ermal Beqirit mund ta marrin raportin e departamentit dhe e mbrojnë aty. E thënë thjesht. Se ka sulmuar ende Rama që të përdoren si mesazhet e Beketit që dy SMS humbën 120 milionë euro në arbitrazh. Ndërkohë që sendet e ato sendet që netën të sekuestruar për vite të tërë ushqiten në ankan për 3.000 euro. Pra ne kemi humbur kolpo si shtet 130 milionë euro, ndërkohë që të patave kapemi 3.000 euro. Këtu është Rama ku gjendet në këtë histori. Pa gjë. Kryeministri i vendit ku gjendet. 130 milionë euro. Është në aferat e përbashkëta me Ermal Beqirin, sepse unë jam tërësisht i bindur që nëse telefoni i të ndaluarit aktual kontrollohet nga autoritetet franceze të cilat ja përcjellin autoritetet shqiptare, duhet kemi në dini këtu që edhe francezët janë pjesë e grupit bashkë me Belgjikën dhe Hollandët të lëndës së Sky Encruz. Pra ata kanë materiale edhe të mëparshme, një prokuror francez është prokurori drejtues i grupit për gjithë magazina në Sky Encruz. Dhe unë kam përmendur herë ka qenë një nga prokurorët francez kur është njohur me badërdinë e komunikimeve të bandave të pushtetit politikës nëpërmjet Sky Encruz, thanë kur të mbaroj kjo histori duhet vajtur në Shqipëri dhe duhen fikur dritat në shumë institucione. Ka thënë tekstualisht kështu për Shqipërinë. Duhet vajtur dhe do fikën edhe kur ti shkon për fikur drita në institucion, ke marrë vesh pikrisht nga këto materiale hetimore që prokuror, gjyqtar, bandit, deputet, ministra, kryeministra kanë qenë bashkë në një zyrë. Kanë masakruar vendin. Pra kjo është, pra ata janë të informuar për sasin. Nga Sky Encruz ka dalë gjë përveç se këtyre të grupeve kriminale. Ka dalë plot, janë ministra, deputet kanë dalë, po okay, dakor. Ministra. Do them unë 4-5 ministra në trafikun e drogës. Kanë dalë antar të vetingut, duke bërë pazare. Të drejtësisë së re, duke bërë pazare. 500 milion shkallë parë, 1 milion shkallë dytë. Aty i ke pazaret, aty i ke komunikimet. Reagimi i drejtësisë për të ndëshkuar këtë, kjo mungon. Madje këta që kanë marrë raporti i fundit që tha vini, PVO. që thot Karanja me të drejtë, raporti i fundit në këtë adresë shkon sepse mjaft është mjaft. Ata po marrin informacione të vazhdueshme të mos reagimit, të përfshirjes, të konsumit, të atyre që janë targetuar të shkuar në zyrë për tjetër punë dhe po bëjnë një tjetër punë. Po korruptohen vetë dhe s'ploftojnë korrupsionin. Këtu kemi mbërritur ne. Ndaj them që Beqiri do jetë një histori shumë interesante. E qartë. Të ndalemi tek një tjetër çështje. Akuzat e reja ndaj Ballukut që komunikoi SPAK. Siglet lutem. Belinda Balluku ish zëvendës kryeministre dhe ish ministre infrastrukturës dhe energjisë, tashmë është marrë pandehur për tunelin e Llogaras, që ishte një akuzë e mëparshme që u morë pandehur në tetor të vitit 2025, dhe tashmë për të gjithë lotet e unazës së madhe, me vlerë që shkojnë disa milion euro. Dhe sigurisht ka dhe dyshime SPAK edhe për akuza që përfshin dhe korrupsionin dhe pastrimin e parave dhe jo vetëm shkelje të barazisë në tendra. Sipas SPAK, e njëjta vepër penale atribuohet e përsëritur rreth 9 herë. Kujtojmë që në mars të
këtij viti, pra kuvendi rrëzoi kërkesën e SPA, kërkesën që çoi për një mas sigurimi ndaj zonjës Balluku, qoftë arrest në burg apo qoftë arrest në shtëpi, por një kërkesë e cila u rrëzua nga kuvendi i Shqipërisë. Megjithatë, edhe nuk ka shkuar një kërkesë e re, SPA ka kërkuar shtyrjen e hetimeve edhe me 3 muaj të tjera dhe mbas këtij 3 mujoshi do duhet të shihet se si do të shkojë kjo histori hetimore. Tani nisim së bashku, Karanja, tani çfarë do thotë? A mund të kërkojmë Karanxhës bashkërisht edhe diçka që unë jam përpjekur ta kuptoj te njoftimi i strukturës posaçme Karanxha, pra me përvojën e madhe që keni si prokuror. Aty duke qenë përpjekur të thënë, dyshohet edhe për pastim, pra dyshohet edhe për korrupsion, a mund të thotë, duhet të jetë më i qartë ndoshta prokurori i SPA thotë akuzohet, se prokurori me akuzë dhe me dyshim e shkon në gjykatë. Tani njoftimi për shtyp, duhet nga gatenia që kemi marrë nga media, akuza e parë Ballukut i është njoftuar në tetor të vitit 2025. Nuk u paraqit herën e parë, mori motrën si avokate herën e dytë, masanej mori dhe një avokat tjetër, por u njoftua e pandehur për tenderin e tunelit të Llogaras. Tani, kur një person është i pandehur, nuk mund pyetet më nën hetim. Pra, kur njoftohet akuza tjetër, pyetet këtij pandehur i atribuohet, pra bëhet një plotësim akuze dhe shtim. Neni 34 e ka të qartë, pra të shtohet dhe një akuzë tjetër, pra është pyetur me cilësinë e pandehurit dhe organi prokurisë e akuzon për këtë vepër penale, pra për veprën penale për cilët ka bërë dhe njoftimin për shtyp që të mos bëjmë përsëritje. Është shtuar akuza për shkeljet paparazisë në tender dhe për lotet e unazës madhe, Për gjitha është shtuar dhe për atë vilën që diskutohet në zonën e Dërmiut, por tash kaq është kjo çështje. 3 muaj për çfarë kërkuan? Kaq është kjo çështje. 3 muaj për çfarë kërkuan? Po 3 muaj kryen veprime hetimore. Pra që kuptohet, do merren dëshmitar, pyeten dëshmitar, bëhen verifikime. Për shembull, këto kontrollet që bën do shifrin çfarë provash kanë gjetur. Por tani, më lër të bëj një pyetje tjetër Karanja. Nëse SPA deri në këtë moment do ishte i plotësuar dhe do ishte i bindur që ka arritur të qep një dosje, a do vazhdonte të kërkonte më? Kur deri këtu po themi vërtetohen këto akuza që janë ngritur. E ka të nevojshme të shtyhet timin më 3 muaj se mbas 3 muajsh mund dali diçka tjetër dhe ti shty deri ku shkon. Unë andi jam për atë. Faktet e reja hetimore mund ta shtyn, mund ta kërkojnë. Unë andi jam për atë. Hetimet duhet përfundojnë kohë sepse struktura e posaçme për këtë punë është krijuar. Madje ne s'mund bëhet, unë jam kundra copëzimit. Se këtu nuk ke të arrestuar, ose ato që janë s'ka rëndësi masa, por mu për shkelit Si punë incineratorët po shkojmë, copëzot. Duhet të hetohet në mënyrë te kjo dosje, duhet bashku çështjet, duhet jemi para bashkimit çështjeve. Se janë çështje të rëndësishme, mos merremi me kryetarët e komunave se që ju gjet njërit një mesazh e porositi një vot. Ja, s'duhet me çështje kodit tash. Kjo çështje është çështje thelbësore dhe shqiptarët duhet me këtë çështje duhet të kenë zgjidhje për Tecin, çështje Tecit. Ka lidhje apo jo? Për rrugën e Arbrit, për rrugën Thuman Kashar. Po flet për 2 tigrat në Vlorë. Po tigrat ty Që dhanë 20 milionë euro për t'i mirëmbajtur, ndërkohë që ata kanë kushtuar 15 për t'i blerë. Po duhet të bëhen gjithë me një çështje. Dhe është më burnore, nuk ka vepër, çohet për pushim për këtë akuzë, pra është domethënë njoftohet dhe për këtë e merret pandehur dhe e pushon. Por po të ndahet çështjet, njëri Gozhës, tjetri patkohet, njëri ne tjetri ne këto dosje po u ndan ngelen si çështjet e incineratorëve. Siç kemi diskutuar për Erion Velin. Erion Velia është për çështje personale, por te incineratorët, të cilët Ka dokumente firmose. Ka dokumente të firmose për cilët opozita shqiptare ka protestuar 100 ditë para bashkisë, 100 ditë. Asnjë nga këto çështje s'ka lidhje. Për të cilat kryeministri ka firmosur. Të cilat tani problemi kush është? Çështjet qendrore shmangen, çështjet pa lidhje u gjeti vilë në Dërmi, po s'është pse, kaq që ka punë vile që ka shumë të thjeshtë. Për mos ta arrestojmë për i vilë, absolutisht jo. Por duhet të hetohet çështjet thelbësore, Teci, 2 tecet, 2 tigrat e Malajzisë që janë aty. Rruga e Arbrit. Bangladeshit. Po tigrat e Malajzisë është janë ca tigra që e di edhe janë tigra ekonomie. Filmi Sandokanit, pra ata janë këto tigra ato gjëra. Pra duhet të kemi një çështje, sepse po ndajo hiku. Pra një çështje këto të 2 generatorëve Lundruz. Këto janë në mënyrë të pavarur për mua. Është më burrnore. 100 milionë euro deri tani. Pushim të sepse ne po merremi me një vilë
që vila në vetvete 114.000 euro me 100 milion euro, kjo është dhe duke diferenca. llogarit kostën e ndërtimit, sepse nga akuza, si mas akuzës, kjo vilë është marrë për si pasojë që i ke bërë një shërbim atit. Por kjo kosta është e ulët me 200 euro metri, me 100 euro metri, sepse e ka bërë vetaj. Pra, po ti hysh, vila nuk është problemi që kemi ne sot. Dhe të veliaj, si janë brekte ajolës problemi, se ky qeka, po jo mërsian. Neve dyshimet është incineratori një, çështja dherave, është rrit vlera fiktive e ndërtimeve në Tiranë nga dherat.